por që 21 janari do të jetë prova e vërtetë e strukturës posaçme që funksionon apo jo drejtësia. Të gjitha dosjet do të jenë provë për struktura posaçme, që nga dosja e Berishës, që nga dosja e Veliajt, që nga dosja e Ilir Metës, si do jetë përballja e tyre me provat, se nuk mund të ecim në ajër ne tani, që e akuzon ti, për shembull, dëgjova 850.000 euro, 950.000 euro. Bleri. Nuk është aq shifra e blerjes. Unë kam parë raportin financiar të asaj dosi. Nuk është shifra aq. Por u tha 950.000 euro, ngeli 950.000 euro. Apo 50 milion euro. Ç'lidhje ka te 50 milion euro shi pjesa e marrëdhënies të korrupsionit që mund të ketë bërë zonja Balluku. Nuk jemi në atë pikë. Ideja është që zonja Balluku akuzohet vetëm për pjesën e shtyrjes së tenderit dhe duket sikur kemi ndikim të paligjshëm te pjesa e tenderit, por që marrëdhënia aty është pjesë administrative. Për shembull, neve nuk e lam sot për të bërë ky takim, do ta shtym, do ta bëjmë pas 2 ditësh apo pas 1 muaji. Ky është një element administrativ dhe duhet kapur, të paktën neve që jemi jurista, ne kapim pak më but, më ëmbël dhe e shikojmë te pjesa e marrëdhënies se si e parashikon ligji. Se ndryshe ajo që ne prekëm të paktën sot ishte që marrëdhënia jonë ka qenë brenda kornizës të profesionit ton, atij misioni që kemi, dhe shpresojmë që këto përgjigje të cilët për pyetjet që ju na bët, mendoj se kemi qenë korrekt, pa e egzageruar atë pjesë të marrëdhënies, sepse u tha dhe disa gjëra edhe më funksionale që edhe njerëzit ta kuptojnë këtë lloj komunikimi, por që kjo është situata. Për ta mbyllur, ka ngel Pishman diçka, peng? Pishman, urojmë që të shito, të urojmë kandidatit të ri, domethënë, shpejt të eci, domethënë, i urojmë fat dhe të vazhdoj procedurat, sepse nga SPAK-u, sepse po të kemi diskutuar dhe për reformën në drejtësisë, vetëm SPAK-u ka ngel, që është në luftën ndaj korrupsionit. Sepse reforma në drejtësi në aspektet e tjera, përsa dhënien drejtësinë kohët qytetarëve, aksesin në drejtësi, cilësi e vendimeve e tjerë ka dështuar totalisht. Ka një rënje absolute dhe ajo që unë shikoj është te pjesa, unë pse i kam qendruar edhe me vinin që kemi qenë në panele të ndryshme, ne kemi diskutuar gjithmonë me kualitetin dhe pjesën e një profesionalizmi të pavarur të dosjes, sepse ajo bindja e brendshme të cilën krijon prokuroria duhet hequr. Dyshimi arsyeshëm. Ç'është ky dyshimi arsyeshëm? Për çfarë? Okej, kur të gjesh provën, ai nuk ka bërë vrasje, por që të hetosh për shembull, pastrimin e parave. Fillon me një element administrativ, pastrimi i parave. Kështu që pa bërë një analizë administrative, për shembull, fillon që nga inspektoriati i lartë i deklarimit të pasurive. Çfarë ka bërë, nëse ne kemi mos deklarim tek institucioni, atëherë mban përgjegjësi institucioni, pse se ka bërë ai institucion këtë mos deklarimin që e ka kapur Byroja Kombëtare e Hetimit. Pra është ai institucioni përgjegjës. Kështu që ne kemi 2 mbivendosje, të njëjtën gjë bën pjesa e Byros Kombëtare të Hetimit me inspektoriat. Në momentin që ka gabime, mos deklarimi, mos ka përputhje, është vetë institucioni që i thotë, ke mos përputhje këtu, ma plotso. E kuptoj. E mbyllim themun. E bëjmë isha po zbulohen gjitha ngjarjet dhe SPAK-u po jeton. Okej, pse për çfarë ke konkretisht? Ka ngjarjet tash? Ngjarjet ato që ka rrjedh media. Çfarë flitet apo palloshi, çka kemi dëgjuar nëpër media. S'merr njëri për ato fare. Problemi është që të garantoj që unë kam qenë vetëm te pjesa ime profesionale. Nuk më intereson gjë tjetër. Ti ke kuriozitet kush është në këtë rast? Palloshi. Shikoj. Po se këtu unë lexova pjesën e mos rikthemi edhe një herë. Ato 48 faqe. Dhe 46 faqe ishin vetëm më tha ky hajde këtu shko atje. Edhe një paragraf, 3 çerek faqe, ashtu çerek faqe ishte për pjesën
e zonjës Balluku për pjesën e ndikimit në tender, i fjalë linde për të dëshiruar ajo pjesë. Të flasim atë që është. Tani pasaj, se qa mund të dalë gjatë hetimit është tjetër gjë. Apo del njëri thot, janë vënë 10 fije hekur më pak të tuneli. Dhe kur ishim në një panel, tha, shiko, tha, unë tani, tha, unë do kaloj me familjen të ai tunel, kështu që ne do të ngrem një grup, ishte funksionari i opozitës, do ta shikojmë që të saktë të bindemi që i ka hekur apo jo, ai tunel. Thash unë shumë e thjeshtë, thashë bjeri nga llogaraja, ha dhe në një mish atje sipër, thashë, i më i sigurt. Okej, mbyllim kështu me batutë. Ju falenderoj shumë që ju kisha të dy vend në studio.